Zoti Berisha, i cili ka një mesazh në këtë moment për mediat, ai nuk ka folur sot në podium. Vajzave dhe djemve të ri, kundra censurës, për lirinë e fjalës dhe të mendimit. Ju i ndigjuhet fjalët e tyre. Ju i ndigjuhet fjalët e tyre. Fjalë që buronin nga shpirti i tyre i lirë, që buronin nga zemrat e tyre rinore. Edi Rama sot mori ndëshkimin përfundimtar. Sot u damkos si një armik i egër, jo vetëm i TikTokut, por një armik i egër, i liris, armik i egër, i të rive, shqiptar, u damkos përfundimisht si biri i Tjatit, i cili 37 vite më parë urdhronte varjen në litar të poetit Havzinela. Hajde këtu, bravo që ka, hajde shprej këtu, mor, çfarë pyet, por ja mërkuar, total gjyshi do të shoj TikTokun me njerë, me datën 12 maj, do kesh TikTokun. Po, bravo. Ja nga tropoja unë, nga pila. Bravo. Pra, Edi Rama sot mori ndëshkimin më të madh, më të merituar. Ja thanë të gjitha të rritë. Një pyetje, pse nuk hyt live sot në TikTok, se TikTok ende punon? Urdhoni? Pse nuk hyt live sot në TikTok, se TikTok ende punon? Fjalën e kishin këta, Sot ishte fjale e tyre, fjale e mrekullueshme. Unë kam qenë shumë herë, por kur ndonjëherë nuk kam dëgjuar fjalime kaq të bukura, sa dëgjova sot fjalime me kaq kuptim të thellë, fjalime kaq me pasion, sa dëgjova sot në këtë shesh. Ndaj dhe nuk ishte dita e tyre, ishte fjale e tyre. Dhe unë u mrekullova nga fjalët që mbajten. Duke qenë se u mrekulluat nga fjalët e të rinjve, jeni penduar që nuk keni futur një numër më të lartë të tyre në listat e sigurta të kandidatëve për deputet? I ke numëruar. Jo, janë mbi kotat, janë qartësisht mbi kotat. Zoti Berisha, një pyetje tjetër, duke qenë se jemi për fjalën e lirë, a keni një koment për mbylljen e zërit të Amerikës pas kaq vitesh me një urdhër ekzekutiv? Tani komenti im është ky. Në diktaturë ka qenë zëri vetëm. Komenti im është ky. I lirisë. Gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump, pavarësisht se çfarë thot propaganda kundër tij, asnjë gazetar nuk është ndëshkuar. Asnjë gazetar, jo, ta them unë ty se unë e kam ndjek sa atë kam treguar atë. Por mua është një tregues. Nuk është denuar asnjë gazetar. Pra, dhe themi gjë tjetër e dyta, fjala më e bukur që ai ka mbajtur ka qenë fjala për censurën. Garancit që ai dha se nuk do ketë censurë në Shtetet Bashkuara. Në këtë kontekst, mbyllja e zërit të Amerikës është çështje e një geopolitike globale. Pra, ata e konsiderojnë se shpenzimet kolosale që bëhen me këtë radio të kufizohen, të kenë, do të thënë, është ose të shmangin një propagandë që ata e konsiderojnë administrata e aktuale dhe zonja Lejk mos gabohen e konsideron të tepër. Kështu që s'ka të bëjë me censurën, ajo është një ent publik, nesër mund vendoset të mbyllet televizioni shtetëror, po nëse televizionet private kanë të gjithë hapësirën, shqiptarët nuk mësojnë asnjë censurë. Zoti Berisha, dhe një pyetje, për hapjen e TikTok, do keni... Në këtë aspekt mund të them se ajo ishte një akt anticensurë mbyllja e zërit të Amerikës. Zoti Berisha, për hapjen e TikTok, do keni akt të dytë proteste, apo do prisit 12 majin për të ardhur në qeveri dhe të hapni TikTok? Ja, do ketë konsultime, do ketë nga proteste sot me shqiptarët ndëgjuan thirrjen më fisnike,
thirrjen do të thosha më magjepse, do të thosha më të fuqishme, më pasionante për fjalën e lirë, fjalë të tilla për fjalën e lirë janë të denja për të gjitha kohrat, për të shkuarën sot në të ardhmen. Do zbrisin sërish shesh apo do prisin 12 maj për ta hapur TikTokun? Gjithçka do vendosin të rit. Ishte proteste tyre. Ishte proteste tyre, siç e pati. Unë thash, isha një pjesëmarrës në këtë miting që për nga cilësia, Osman, për nga cilësia po të garantoj që ky miting krahasohet me mitingun e datës 11 dhjetor 1990, kur studentët liberator u kthyen nga pallati presidencial dhe erdhen fitimtar në sheshin e qytetit studentëve. Dhe aty ata mbajtën fjalë më mbreslanse që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Pra, tani të themi, në 35 vite, këto ishin fjalimet më mbreslanse për mua. Jo vetëm për mua, për gjithë shqiptarët. E fituan, studentët, këta, të rinjtë e fituan betejën sot. Në 35 vite këto ishin